ana e malit shtrihet ndërmjet qyteteve të Ulqinit, Shkodrës dhe Tivarit. Ajo karakterizohet nga pozita favorshme gjeografike dhe resurset e mëdha natyrore, ekonomike dhe sociale. Për shkak të rrethanave historike, sot kjo krahinë është ndarë në dy pjesë. Njëra pjesë i takon Shqipërisë, kurse pjesa tjetër Malit të Zi. Kjo treg njihet edhe për trashëgiminë e pasur, që është krijuar në përshekuj dhe që është kryqëzuar me kultura dhe qytetrime të ndryshme. Manifestimet popullore që organizohen në vende të ndryshme kanë për qëllim ruajtjen e kësaj trashëgimie, traditave, riteve, zakoneve. Pranvera në anë të malit është manifestimi vetëm tradicional që mbahet në këtë treg dhe që ka për qëllim promovimin e vlerave kulturore të anës së malit dhe trashëgimisë së saj. Ai nisi rrugtimin e tij në vitin 2004, i ideuar nga një grup i të rinjve nga ana e malit, të cilët kishin përfunduar studimet në Universitetin e Shqipërisë dhe që dëshironin të bënin diçka për vendin e tyre. Manifestimi u konceptua në mënyrë të tillë që të ofrojnë nga diçka për të gjithë shtresat. Duke parë se u krijua një vakum shumë disa vjeçar, në anë të malit u paraqit nevoja për një organizim mbar anamalas, me qëllim që të shpalosim vlerat kulturore, ta ruajmë traditën dhe ne ta përcjellim të tjerat. Andaj, të rinjtë e shoqatës ora mblodhen të gjithë mendjen, i bashkuan dhe ja nisën punës. Manifestimin pranvera në të malit ne e kemi konceptuar si një manifestim gjithë popullor, ku të ruhet tradita, të shijohet e bukura përmes veshjeve popullore, përmes lojrave të ndryshme si dhe gatimeve të shumëllojshme vendase. Njëherit këto shpalosen dhe këmbehen përvoja të ndryshme ku dhe na motivojnë për punë dhe modele dhe veprime të reja. Suksesi i vitit të parë ishte një nxitje për të vazhduar me tej punën. Më pas, grupi nismëtar i manifestimit do të organizohet në shoqatën Ora, e cila do të bëhet simbol i organizimeve të veprimtarive kulturore në anë të malit dhe në tërë komunën e Ulqinit. Pas dilemës fillastare, nëse dita qendrore e manifestimit duhet të shëtiste në fshatra të ndryshme të anës së malit, Shasi u vendos në qendër duke u bërë stacioni i këtij manifestimi. Përveç një edicioni, ku dita qendrore është mbajtur në Kravar, të gjitha edicionet e tjera janë mbajtur në Shas. Ideja ku të mbahej manifestimi lindi vetvetjo. Qëllimi ishte që të Shasit t'i kthehej ndriçimi dikurshëm. Vetë natyra e manifestimit pranvera në anë të malit është valorizimi i trashëgimisë kulturore. Në qendër të manifestimit pranvera në anë të malit është festa pranveres, njëra prej festave më të lashta të qytetërimit shqiptar. Qyteti i lashtë i anës së malit ka zënë një vend qendror për vetë faktin se përfaqëson një prej lokaliteteve më historike të treves sonë. Qyteti i vjetër i anës së malit llogarit mbi 8000 vite histori dhe me vetë faktin se qyteti i anës së malit është i urbanizuar fillimisht si një fortesë ilire dhe urbanizuar po kështu nga Iliret, përfaqëson një histori të madhe dhe njëherët është një qendër ku vërehet arkitektura e madhe ilire. Qyteti i vjetër me një fjalë përfaqëson një lokalitet shumë të rëndësishëm për historinë e treves sonë, me qenë se përfaqëson në një rrjedhë historike 8000 vjeçare historinë e vendit tonë. Përpjekjet për të përvetësuar Shasin si pjesë e trashëgimisë shqiptare dhe të banorëve të anës së malit në veçanti, përforcuan edhe më tepër drejtësinë e idesë së vendosjes së Shasit në qendër të manifestimit pranvera në anë të malit.
si reagim ndaj veprimeve të qarqeve kundër shqiptare, të personifikuara nga Kisha Ortodokse Serbe, në vitin 2005, në hyrje të qytetit të vjetër të Shasit, u vendos pllaka përkujtimore si dëshmi e autoktonisë së ilirëve dhe shqiptarëve si pasardhës të tyre në këto treva. Manifestimi pranvera në anë të malit ka ardhur duke u zgjeruar dhe duke u rritur në aspektin cilësor, duke synuar të sjellë për çdo vit nga diçka të re. Nga një ditë sa zgjati edicioni i parë i këtij manifestimi me karakter kulturor, sportiv dhe turistik, tashmë rregullisht ai zgjat 3 ditë, nisur nga ideja për të sjellë për këtë nga diçka. Mbrëmja e parë është konceptuar si një veprimtari serioze për një audiencë të përzgjedhur. Dita e dytë kushtohet adhuruesve të sportit, ndërsa dita qendrore e manifestimit, e cila përbëhet nga një mozaik aktivitetesh, i dedikohet publikut të gjerë. Vend qendror në manifestimin pranvera në anë të malit, zë promovimi të arriturave të kësaj treve në të gjitha fushat e krijimtarisë, që nga kohët e lashta e deri në ditët e sotme. Me qëllim të shpalosjes së trashëgimisë, vlerave dhe traditave të kësaj zone, në mënyrë që ato të mos lihen në harres, por edhe të krijimtarisë së autorëve të kohës sonë, i shkrijuar cikli Ana Malit nëpër vite. Gjatë këtyre viteve, në kuadër të këtij cikli është prezantuar folklori dhe janë mbajtur mbrëmje kushtuar krijuesve letrar nga Ana Malit. Duke risjell këngët e vjetra si pjesë e traditës kulturore dhe shpirtërore të popullit të Anës së Malit, synimi ka qenë të dëshmohet rëndësia e ruajtjes së kësaj pasurie tonë shpirtërore dhe përcjellja e saj te brezat e ardhshëm. Po ashtu në kuadër të ciklit Ana Malit nëpër vite, janë organizuar ekspozita individuale dhe kolektive të piktorëve Anamalas, ekspozita me fotografi që dëshmojnë për jetën në të kaluarën në këtë trevë. Prezantimi i etnografisë së vendit është dëshmi e kulturës materiale të krijuar në të kaluarën në anë të malit. Oda vjetër Anamalëse tregon për mënyrën e jetesës dhe kulturën e banimit në këtë trevë, ndërsa ushqimi tradicional tregon për artin e veçantë të gatimit të zonës dhe pasurinë e kuzhinës së Anës së Malit, traditë që është ruajtur deri në ditët e sotme. Një mbrëmje e posaçme në kuadër të manifestimit pranvera në anë të malit ju është kushtuar mësuesve veteran të Anës së Malit, atyre që kanë bërë aq shumë në kohët më të vështira, në fillim për ta zhdukur analfabetizmin e më pas për të krijuar kuadro të profileve të ndryshme. Duke njohur dhe nderuar kontributin e tyre, shoqata Ora në vitin 2005 u ka ndarë atyre flet falënderime për punën e shmuar shumëvjeçare në edukimin dhe arsimimin e brezave. Përpos krijuesve dhe artistëve vendor, në skenën e këtij manifestimi janë ngjitur emra të njohur të artit dhe kulturës shqiptare, si aktorët Reshat Arbana, Çun Lajçi, humoristët Zef Deda, Zyliha Miloti, Edmond Halili dhe shumë këngëtarë. Ata kanë bërë që të rritet vlera e këtij manifestimi dhe ai të kalojë për masat e një manifestimi me karakter lokal. Herë bjen dielli nga kthjellina, herë vransohet e shkret vetina. Fati ynë e fati kombit, i gjanë stinë dhe i gjanë motit, herë pranver lule barë, ma ne timër bora carë. Mi se fjallë po e qoj ke vokre në vetë manusie, i se te to me krepe po fjo e ljoka e qu, uan jo e sot e ty javo po e tu me menu. Në vitin 2007, për të parën herë, të pakten me sa dihet deri tani, në Shas u dha një shfaqje, monodrama Apologjia vërtet e Sokratit, me aktorin e njohur shqiptar Mirosh Kabashi. Ardhja këtu, në këtë vend, në këtë shasin kaq interesant dhe kaq të bukur, i dedikohet kryesisht disa djelmoshave të ri nga ky fshat, të cilët janë shkolluar dhe në Shqipëri, por të cilët kishin pasionin që në kuadrin e kësaj feste javore që ato bëjnë me popullsinë e këtij fshati, të kishin ndërmjet tyre edhe Sokratin. Dhe më duk pak e çuditshme fillimisht, edhe më duk pak kurajoze fakti që ato insistonin që të vihesh me Sokratin dhe për të luajtur në hapësirë, diku në një fshat, kupton, me ato paragjykimet tona. Por sot që erdha, kur shikoj këtë ambient kaq të bukur, kur shikoj ato gërmalla kaq interesante dhe me vlerë historike të pamar, kur futem brenda në fshat dhe shikoj vende të vjergjera, turistike,
domethënë të pashkelura, më duket vete afat lum. Përkundër pjesëmarrjes së tij në shumë festivale teatrore me renome si në Kairo, Kiev, Beograd, Vjenë, Toronto, Plovdiv e tjerë, vetë aktori e ka cilësuar këtë shfaqje si njërën ndër më të suksesshme, ndër më shumë se 100 prezantime të kësaj monodrame. Kam një kënaqësi të madhe dhe dua të nënvizoj që kam qenë dhe në Tuzë, po në mënyrë të veçantë kam bërë një shfaqje në lëndinën e ana Malit në Shas, afër Ulqinit, që ka qenë një shfaqje me rreth 700 vendas atje dhe një shfaqje vërtet shumë interesante. Monodrama Apologjia vërtet e Sokratit promovoi skenën teatrore në Shas, ndërsa pjesëmarrja e madhe e publikut dëshmoi etjen e tij për vlera artistike të mirëfillta. Suksesi i kësaj monodrame i hapi rrugën një shfaqje tjetër, monodramës Vdekja një mbretëreshe të teatrit profesionist të Gjelanit, e cila u shfaq në vitin 2010. Kur djemt të lidheshin me shokat të kuqe, kur nuset të mbanin zulupe të gjatë, kur njerëzit dhe arrit jetonin bashkë në male dhe në pusha, një bazilesh. Dhe bazilesha që edhe dielli t'i bënte hije me bukurinë e saj. Kishte sunduar me vjet, me muaj e me javë. Si dëshmi e kujdesit ndaj Shasit, në kuadër të manifestimit pranvera në anë të Malit, me 5 vjetorin e tij, në vitin 2008 u mbajt sesioni shkencor 2 ditor, Shasi i lash monumenti kulturës. Në të morën pjesë studiues dhe shkencëtar të fushave të ndryshme nga Mali i Zi, Shqipëria dhe Kosova. Në kumtesat e tyre, studiuesit trajtuan në mënyrë kronologjike dhe multidisiplinare Shasin, që nga periudha e lindjes së tij e deri në ditët e sotme. Aktet e këtij sesioni thyen konceptet e deriatëhershme për historinë e kulturës urbane të Shasit, sepse burimet historike të prezantuara flasin për një hershmëri të pakontestueshme të këtij qyteti që arrin gjerë në prehistori. Ky sesion sensibilizoi opinionin lidhur me rëndësinë që ka pasur Shasi si qytet në të kaluarën dhe holli dritë mbi fakte të reja deri atëherë të panjohura mbi këtë lokalitet të rëndësishëm me vlera historike dhe kulturore. Në përfundimet e këtij sesioni, thuhet se gjetjet arkeologjike provojnë se qyteti i Shasit, i konsideruar si qytet i panjohur deri në shekullin e 8, në të vërtet prek krishtërimin e hershëm dhe periudhën ilire. Iliriciteti i kësaj kulture dëshmohet veçmas nga njëjtësia tipologjike e objekteve të kulturës arkeologjike të Shasit me kulturën iliro-arbrore të Komanit. Ky fakt merr një rëndësi të posaçme jo vetëm për Shasin, por edhe për shkallën e përhapjes së kulturës ilire në fillimet e epokës së re. Kumtesat e mbajtura në sesionin shkencor u botuan në një libër të veçantë, për urimin të cilit u bë në kuadër të edicionit të vitit 2009. Botimi i tyre ndikoi për të krijuar një ndjeshmëri më të madhe shkencore, kulturore dhe publike ndaj kësaj çështjeje. Libri Shasi i Lasht, monumenti kulturës, është shprehje e suksesit të konferencës së ndjetshme dhe e seriozitetit dhe përgjegjësisë organizatorëve të saj, që i kanë ndjekur dhe i ndjek nismat e veta deri në përfundim. Botimi i këtij libri e bën historinë e qytetit të Shasit një argument të hapur për studime të mëtejshme etnologjike dhe ilirologjike, po dhe për studime slavistike, për shkak të prekjes së kulturave me njëra tjetrën, qoftë për të mirë, qoftë për të keq në rrjedhë të kohërave. Libri Shasi i Lasht, monument kulture, pasuron bibliotekën e studimeve shqiptare për periudhën në kapërcyer të shtresës ilirike në atë arborore, për mesjetën e hershme dhe të mëvonshme, për periudhën veneciane, për periudhën e humanizmit evropian, për shekullit e parë periudhës osmane, deri në shuarin e Shasit si qendër urbane dhe kishtare, që u pasua mëtej me ripopullimin periferik, që është edhe sot popullsi banuese. Nisur nga qëllimet e veprimtarisë së saj dhe përfundimet e sesionit shkencor, shoqata Ora në bashkëpunim me Muzeun e Ulqinit realizua në disa faza projektin e konservimit të eksponateve të gjetura gjatë gërmimeve arkeologjike në Shas në vitin 1985. Të vendosura në një vitrinë të veçantë, këto objekte ju prezantuan opinionit për herë të parë pas 24 vjetësh gjatë manifestimit të vitit 2009, duke pasuruar fondin e materialit arkeologjik të Muzeut të Ulqinit. Pjesën metalike tregojnë që kemi qytetërim që shfaqet, këtu pak nuk pash në gjë që është më hershme se sa shekulli 6, shfaqet me shekullin e 6, dhe pastaj kulmon edhe me objekte të tjera që janë të shekujve 9, 10,
11 dhe arrin deri në shekullim naturisht deri në shekullim 14 me moneda. Pra, e gjithë ajo që dëshmohet nga muret, që dëshmohet nga monumentet që ruhen në shas, përshkruhet në mënyrë tepër të koncize dhe nga objektet e prezantuara. Me nismën e shoqatës Ora, u realizua dhe dokumentari kushtuar shasit, Qyteti i lirë që u fsheh nga sllavët, nga gazetarja Monika Stafa, pjesëmarrëse në sesionin shkencor. Ky dokumentar u shfaq premierë në televizionin Top Channel. Në këtë mënyrë, shasi si qytet i lashtë, por i lënë në harres u bë i njohur edhe për publikun mbar shqiptar. Në vitin 2011, manifestimi pranvera në anë të malit bëri një hap tjetër përpara, përkundër mungesës së infrastrukturës adekuate për të parën herë në kohën tonë, në kalan e shasit u mbajtën veprimtari kulturore. Dashamirët e artit shijuan poezinë e krijuesve nga ana e malit dhe veprat artistike të piktorit dhe skulptorit Agron Ujkashi në qetësinë magjike dhe bukuritë idilike që të ofrojnë pamjet nga kalaja. Kot mundohen arkeologët, qytet i vjetër, qytet i ri. Kush do ta ketë atë fat të vije prap këtu pari, ndoshta një tjetër teut e veshur si nuse, me pelhur të punuar në të zjah ari. Në skenën e ndërtuar në kalan e shasit, u mbajt edhe mbrëmja e parë e manifestimit të vitit të kaluar, duke e kthyer atë në një vend të preferuar për adashtit. Koreografia ndërtuar nga djemë dhe vajzat, që shërbenin si mburojë e kalas, prezantimi i etnografisë dhe muzika ishin në harmoni të plot me mjedisin. Muzika popullore, vallëzimi dhe humori kanë qenë pjesë e pandare ditës qendrore të manifestimit pranvera në anë të malit. Këngëtarët vendas nga ana e malit, Ulqini Kraja, por edhe këngëtarë të ftuar nga trevat e tjera shqiptare, e kanë shndruar këtë ditë në një festival të këngës popullore dhe festë gëzimi dhe dëfrimi për pjesëmarrësit. Në skenën e këtij manifestimi kanë defiluar grupe të ndryshme kultur-artistike, të cilët me veshjet dhe vallet e tyre ja kanë shtuar bukurinë këtij manifestimi. Garat sportive dhe sidomos lojrat popullore tradicionale kanë tërhequr gjithnjë vëmendjen e pjesëmarrësve. Lojrat popullore kanë për qëllim kujtimin e traditës së dikurshme, kur nuk luheshin apo nuk njiheshin sportet moderne. Në këtë aspekt, pranvera në anë të malit ofron një ndërthurje të këtyre dy llojeve të sporteve. Qëllimi i lojrave tradicionale është ruajtja e vlerave dhe prezantimi i garave sportive tradicionale, shfaqja e tyre pranë publikut të gjerë, krijimi i një përjetimi festiv, si do të thonë na këtu kemi fest, do të thonë pranvera në anë të malit ka arrit një lloj evenimenti si një lloj darsme e anës së malit, ku dihet edhe në kohët e lashta në bazë të lënave që edhe darsmat të asaj kohe janë bërë me lojra tradicionale. Por këtu kemi bërë edhe një gërshetim të lojrave sportive, ku ka pas shumë një interesim shumë të madh. Manifestimi pranvera në anë të malit është mirëpritur nga banorët e kësaj zone dhe me gjërë. Gjatë këtyre viteve, me mijëra banor, jo vetëm nga ana e malit, por edhe e gjithë komuna Ulqinit dhe trevat e tjera shqiptare në Maltëzi, Shqipëria, Kosova, kanë marrë pjesë në këtë manifestim duke i tejkaluar kufit e një manifestimi me karakter lokal. Ai tashmë pritet për çdo vit si një ngjarje me rëndësi në jetën e qytetarëve të anës së malit dhe me gjërë. Manifestime të kësaj natyre kanë mungu në të anë, në këtë ambient, jo vetëm në kuptimin e rujtjes së traditave, por dhe komunikimit, madje dhe mbarkombëtar. Këtu kontaktohen njerëz nga të gjitha trevat, madje dhe nga diaspora largët, dhe mund të them shkurt se i ngjason një dasmë të madhe, e cila bashkon njerëzit dhe jep mundësi që përmes komunikimit të gjallë dhe rujtjes dhe përcjelljes së traditës, do të thotë dikurshme,
që ka pas populli ynë, ti përcjellin të brezat tjerë, të ruajmë atë çka kem trashëguar nga të kaluarit, madje edhe të krijojmë diçka ne si gjenerat, e që nesër pas nesër të mësojnë brezat për atë çka ishte karakteristike dhe është karakteristike për një gjenerat të tërë. Ky manifestim shikohet edhe nga komuna Ulqinit si një ngjarje me rëndësi në kalendarin e veprimtarive me karakter kulturor dhe turistik. Manifestimi pranvera në anë të malit, që në organizon ora, gjatë këtyre viteve ka arritur që të jetë në qendër dhe në vëmendje të gjithëve. Dhe këtë e dëshmon edhe angazhimi, por edhe pjesëmarrja e shumë qytetarëve, jo vetëm për komunës Ulqinit, por edhe me gjërë. Ky është një manifestim i cili ka treguar se shoqatat jo qeveritare kanë mundësi dhe kanë potencial prej një fillimit modest që të tregojnë se mund të organizojnë një manifestim në atë nivel. Ne si pushtet lokal dhe unë si kryetar kam bërë tentativa që ky manifestim të përfshihet edhe në manifestimet e organizatës turistike dhe besoj se edhe gjatë këtij vitit do të jetë përcjellur edhe me gjërë. Kështu që ky manifestim tash do të hyj edhe në agjendën e manifestimeve të cilat do të organizohen në nivel të komunës Ulqinit dhe do të jenë edhe një si plotësim i aktiviteteve në pikpamje edhe të turizmit. Në kohën kur shumë manifestime, pas vetëm një apo disa edicioneve janë ndërprer, pranvera në anë të malit ka arritur të mbijetojë. Përpos antarëve të shoqatës ora dhe banorëve vendas, të cilët me punën e tyre kanë dhënë kontributin më të madh për realizimin e tij, ndihma e sponsorëve ka qenë vendimtare për rujtjen e vazhdimësisë së tij, por edhe për rritjen e tij cilësore. Në këtë aspekt duhet përmendur ndihmën e institucioneve të ndryshme, firmave private, personave fizik dhe banorëve të shasit dhe anës së malit. Kur e pash një grup të rish studentë të cilët posa të diplomuar apo disa ishin duke diplomuar që e bën një aktivitet shumë bukur edhe të mirë edhe të vlefshëm për anën e malit, siç ke manifestimi pranvera në anë të malit, edhe unë mundova me atë kontributin tim sa dhe të vogël t'ju ndihmoj këtyre grup të rive. Unë i bëj thirrje edhe që ju apo shoqata ora përveç këtij manifestimi të merret bëj aktivitete edhe me të tjera që janë në favor të rujtjes kulturës, traditës anës së malit. Motivi kryesor si kam kontribuar aq sa kam ujt, një sasi të vogël aq sa kam ujt, është si me tregu historinë e këtij rreth këtij popull që jeton këtu. Edhe i falenderoj gjithë të gjenë moshat si janë duke u angazhu në këtë drejtim, se disa institucione po mundohen me na cungu gjitha atë historinë si e kena na në këtë troje. Prandaj mundësia jonë për me investu në këtë projekt është e vogël, mirë pa kishe me propozu të gjithë ata si munden për me jap kontributin maksimum për një këtë lëvizje ose për një këtë organizat e cila po mundohet si mi tregu gjithë botës se çka jena na e çka kena qena. Prepoznao sam neki entuzijazam kod jednog dijela tih mladih ljudi, jedan dio dobro njih znam i lično, znači jedan entuzijazam kod njih. Znači to nije njihova individualna stvar, ali mi je postaklo to jer su dali jedan značaj kroz tu manifestaciju da se afirmiše taj dio teritorije opštine Ulcinja. Nekako mi koji smo na primorju, valjda smo usmjereni ka moru, turističkoj sezoni i sve mislimo da se sve tu dešava i sva nam je koncentracija nekako na to susređena. Mislim da je ovo što radi nevladina organizacija ORA već par godina, evo kao sad, već je puna decenije, znači jedna prava investicija za čitav kraj, to je bogatstvo za čitavu teritoriju opštine Ulcinj, ali mislim da se valorizuju malo i ti kulturni potencijali, kulturna dešavanja kroz tu manifestaciju i taj dio šasa koji ste dosta afirmisali kroz te vaše manifestacije. Sa i përket pjesëmarrjes së në këtë eveniment që organizohet në vite, jena munduar që sadopak të jena kontribues në këtë manifestim pranvera në anë të malit. Organizata ORA kultivon trashëgiminë kulturore të atij vendi dhe traditat
shqiptare të atij vendi autokton që jeton shqiptar. Diaspora shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëpërmjet shoqatave që t'u bojnë shqiptarët dhe individëve të veçantë, kanë mbështetur vazhdimisht manifestimin. Vlen të theksohet sidomos kontributi i shoqatës shqiptare amerikane Ana Malit dhe i fondacionit Dom Simon Filipaj në New York. Pas 10 vjetësh, pyetja që shtrohet është: cila do të jetë ardhmja e manifestimit pranvera në anë të Malit? Kryetari i shoqatës Ora, Bajram Mehmeti, thotë se ai në të ardhmen do të synojë të rritet më tej sa i përket cilësisë dhe të përfshihet në veprimtaritë që mbështeten nga buxheti i komunës së Ulqinit. Manifestimi tashmë është shndruar në një veprimtari prestigjioze si për zonën e anës Malit, ashtu edhe për Ulqinin në tërësi. Nëse deri tani manifestimi ka qenë mbështetur nga anëtarët e shoqatës fuqishëm si organizatorët kryesor dhe nga gjithë ata njerëz me qëllim të mirë që na kanë mbështetur vazhdimisht dhe fuqishëm në realizimin e këtij projekti, besoj se manifestimi tashmë ka kohë që të ketë një mbështetje të fuqishme nga institucionet përkatëse. Besoj edhe nga buxheti i komunës së Ulqinit që tashmë mos të lihet në dorën e njerëzve me qëllim të mirë. Megjithëse mbështetja kur nuk na ka munguar, tashmë ai duhet të futet në një kuadër akoma më të gjerë, sepse si i tillë mund të zhvillohet akoma si në cilësi, ashtu dhe në aspektin sasior të programit të tij. I ideuar në fillim si një veprimtari ku para së gjithash do të bashkohen qytetarët e treve së anës së Malit dhe të trevave të tjera, pranvera në anën të Malit që si vjet mbush 10 vjet, është ndruar tashmë në një veprimtari prestigjioze ku kanë marrë pjesë artistë shqiptar me famë, studiues të njohur të fushave të ndryshme e tjerë. Duke e vendosur shasin në qendër të këtij manifestimi, është rikthyer vëmendja te ky qytet i lashtë, duke e promovuar atë si një qendër të zhvillimit të turizmit historik dhe kulturor. Ky manifestim është mishruar në këtë treva shumë, saqë populli tashmë me të drejtë e quan si ditën e vet, ditën apo festën e anës së Malit.